Ju përshëndesim të dashur miq. Ju urojmë një verë të mbarë të gjithëve. Shpresojmë që të zbuloni vende fantastike dhe të shijoni ndoshta një copës deti në këto temperatura shumë të larta. Nëse do të gjeni kohën për të bërë një përsëritje, një rifreskim të kujtesës me pjesët më të rëndësishme të gramatikës, do të nisim një set prej 40 videosh ku unë kam përmbledhur të gjitha aspektet gramatikore, pra të gjitha ato që ju duhen për të nisur nga zero deri në një nivel të mjaftueshëm apo të kënaqshëm, deri diku edhe shumë të kënaqshëm. Pra po flasim për aspektet gramatikore. Do të nisim me nyjen ë dhe ën. Ë and ën. Pra këtu bëhet fjalë për nyjet ë dhe nyjen ën. Të dyja përkthehen një. Ë and ën are articles. We use them before a singular noun, one thing, when we talk about it for the first time. Pra ne i përdorim këtë nyje para një emri në numrin njëjës. Pra one thing, kur është vetëm një gjë. Pra është në numrin njëjës. Ose kur ne flasim për të për herë të parë. Pra çfarë do të thotë? Të dyja ë dhe ën janë një, pra përkthehen një, dhe janë në trajtën e pashquar. Dhe kur e përdorim trajtën e pashquar? Kur një objekt apo person e përmendim për herë të parë, sikurse edhe në rastin kur nuk e dim se kujt po i referohemi. When to use a. Kur e përdorim nyjen ë? Use a before words that begin with a consonant sound. Kujdes. E përdorim nyjen ë para fjalëve që fillojnë me një tingull bashkëtingullor. Pra edhe një herë, jo me një bashkëtingullore, por me një tingull, që do ta shohim pak më vonë. Atëherë examples, shembuj. A cat. Shohim që fillon me bashkëtingullore, pra cat. Cat, këja është bashkëtingullore, pra flasim për tingullin. A cat. A book, një libër. A car, një makinë. A dog, një qen. A house, një shtëpi. Pra dhe njëherë, nyja ë përdoret para bashkëtingulloreve, ose para fjalëve që fillon me një bashkëtingullore, por kujdes, me një tingull, jo me një shkronjë. Do ta shohim pak më vonë që ta kuptojmë më qartë. When to use an. Po ën, kur e përdorim? We use an before words that begin with a vowel sound. Ne e përdorim nyjen ën para fjalëve që fillojnë me një tingull zanor, ose me një zanore, pra por i referohemi tingujve. Atëherë sa zanore kemi në anglisht, kemi 5. A, E, I, O, U. Pra para fjalëve që fillojnë me një nga këto tinguj, ne përdorim nyjen ën. Për shembull, an apple. An apple, një moll. An egg, një vezë. An idea, një ide. An orange, një portokall. An umbrella, një çadër. Important, e rëndësishme. Think about the sound, not the letter. Mendoni për tingullin, jo për shkronjën. Pra dhe njëherë i referohemi tingullit. Për shembull, some words look like they start with a vowel, but the sound is different. Pra dhe njëherë, mendoni për tingullin, jo për shkronjën. Disa fjalë duket sikur fillojnë me një zanore, por ama tingulli është i ndryshëm, ose është ndryshe nga të qenurit zanore. Shohim shembullin. An hour. An hour. The age is silent. So, it sounds like hour. Atëherë, an hour do thot një orë. Në këtë rast, h-ja është e pazëshme.
edhe duket sikur tingëllon hour. Prandaj, nëse do ta marrim në këtë lloj forme, pra që para bashkëtingëlloreve dhe n para zanoreve, atëherë këtu fjala hour fillon me h dhe i bie sikur vendosim Mirë po, tham që do t'i referohemi tingullit. Pra, an hour. An hour. Dhe pse vendosim n këtu? Sepse h-ja është e pazëshme. Dhe fjala ose shqiptimi fillon me hour, me a. Hour. A university. Shohim këtu. Fillon me u. Dhe ne thamë më lartë që nëse fjala fillon me a, e, i, o, u, atëhere ne duhet vendosim n. Mirë po, kur e shqiptojmë fjalën university, it starts with u. Ai fillon me u. U nuk është zanore, pra është a consonant sound, është bashkëtingëllore ose është tingull bashkëtingëllor. Kështu që ne do t'i referohemi tingullit, jo vetë shkronjës. A European country. A European country. Një vend ose një shtet europian. Atëre, shohim që fillon me e dhe automatikisht mendojmë që do t'i vendosim n. Do themi an European country. Por jo, sepse shqiptimi i fjalës European fillon me u. European. Dhe j-ja nuk është zanore, por është bashkëtingëllore. Prandaj dhe vendosim nyjen e. A European country. Easy to remember. Pra çfarë duhet mbani mend? Vendosim nyjen e plus një tingull bashkëtingëllor edhe n plus një tingull zanor. Let mos harrojmë që edhe zanorët në anglisht janë 5, a, e, i, o, u. Bëjmë dhe pak shembuj të shkurtër. Elephant. Elephant. Atëherë çfarë mund të themi elephant? Shohim që fillon me e. Edhe tingulli është elephant. Është e, pra është tingull zanore. Kështu që do të vendosim n. An elephant. Table. Table. Table fillon me t. Pra është tingull bashkëtingëllor. Kështu që do të vendosim e. Table. Egg. Egg. Veza. Atëhere, tingulli është zanor. An egg. Horse. Horse. Tingulli është h. Kështu që do të vendosim e, sepse është me bashkëtingëllore. A horse. Orange. Orange. Atëherë vendosim n. An orange. Në rregull pra, këto janë gjërat që duhet të dim për nyjen e dhe n. Duke ju falenderuar për vëmendjen dhe duke shpresuar që ky rifreskim i kujtesës t'ju shërbej për mirë, ju them që dëgjojmë së shpejti në videon tjetër.